Përshëndetje miq të dashur. Kjo video shkon special për miqt dhe dashamirët e mi, që do t'ja uroj vitin e ri, por e kam shkruar një refren sepse po e harroj. Kështu që shkojmë. Gëzuar vitin e ri. Falënderit nga zemra të gjithë miqve dhe ndjekësve të mi që më kanë përkrahur në çdo moment. Mbështetja juaj në TikTok, Facebook dhe YouTube më jep forcë të vazhdoj dhe të besoj gjithmonë e më shumë në ëndrat e mia. Ju uroj shëndet, sukses dhe plot momente të bukura në vitin e ri 2026. Kështu që miq të dashur, nuk do zgasim më shumë, vetëm do festojmë se na qelluan me të vërtet që ke kryeministri 3 festa ran. Festa më e madhe është kjo, festa e dytë ke kryeministrit, që fitoi kryeministri me 50%. Dhe kështu i uroj vitin e ri nga zemra, në çdo aspekt, me çdo të mirë dhe begati në familjen e juaj. Respekt popullit i dashur. Përshëndetje miq të dashur. Fillojmë në janarin me lajme nga Dangelli. Kështu që mboni përshtypje nga opozita. Tash nuk di, ajo është që ky person, është analist, është politikan, nuk e di, po do e shohim mas anej. Kështu që unë nuk po i kuptoj këta njerëz o burr. Gjithë këtë humbje që e kanë, se herën e parë, se herën e dytë, se herën e tretë. Edhe prap, bile para kësaj here kam pas thonë që i ka fitu Albin Kurti aksidentalisht, se si fiton më shans teorike, s'ka. E tash i mur për mi 50 prap, do e pyes opozitën si ka mundësi, a pet aksidentalisht apo si? Fort kisha pas që dëshirë më këtij përgjigjen. Kush din. E ndëgjova pak më herët një analist, qysh mundohet me përqa presidentën edhe kryeministrin. Presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti. Ta ndëgjojmë një lutem e të diskutojmë bashku. Vizitën e parë që boni presidentja ke në Mitrovic, ku taku me zotin Peci. Pse, ka ndaluar me shku Mitrovic te Fatun Peci presidenti apo si? Asisht. Prandaj besoj që guxo e ka kartën kryesore. Nëse guxo që ndron prapa Vjosa Osmanit dhe e kurzon zotin Kurti s'ka çfarë ta bëjë Vjosa Osmani presidente. Sepse i mungojnë, kam përshtypjen që minimumi 70 deputet do t'je ka guxo në përbërjen e kuvendit. Dhe e kthen dikun Albin Kurti në 48 deputet. Atë 48-shin e ka zoti Kurti ankth. Dhe nuk besoj që dëshiron përsëri. A ndëgjut miq, 48 që ne ka ankth Albin Kurti. Dëgjoj çfarë përçarje mundohet me bë. Ky shpips. Mos diskutoj më shumë për ta, kush e njeh, të më tregon kush është s'e njeh, po më duket me që prap s'pas kam rrjedh me në opozita. As analistat, banalistat, jo analistat, se nëse është analist, ky veç analist nuk është. Banalist po. Miq, ju dua shumë, ka zemra, respekt për secilin. Miq, përshëndetje. Ju lutem ta ndëgjojmë këtë video, se si një aktivist i PDK-s e mëson Bedri Hamzën edhe gjithë të tjerët që si muhet Albin Kurti. Me të vërtet kur e pash këtë video më bëni shumë përshtypje. Nuk po ta asore pa e komentu me juve. Shkojmë. Ish kancelari Gjerman Helmut Schmidt thot politika në një farë forme është sport luftarak. Edhe mbi bazën e kësaj premise, Albin Kurti është Muhammed Ali i politikës në Kosovë. Është bish politike. Edhe këto duhet me pas secili prej aktivistit më thjesht deri te lideri politik. Nëse nuk e njeh kundërshtarin, nëse nuk e din me kënd ki punë, nuk ki mu përgatit. Edhe problemi këtyre njerëzve është ai që mos mendoj se po folën fare dikush i VV-s apo në fans i VV-s apo në aktivist i VV-s për ta qita dhe fytyrën e këtij djalit, respekt për këtë zotërinë, folis qysh është, si është, sepse me të vërtet Albin Kurti është bisha i politikës. Tash opozit, ju me dalë
në foltore të kuvendit, të i pagu me pare tona, të i marë pare tona, edhe me dalë mi thonë kryeministrit, ti je sërb, ti je hajnë, ti je kështu, ti që atë të mirë në Kosovës, e kështu s'muhet. Kështu nuk mundet Albin Kurti. Albin Baba. Albin Baba, respekt o burë, o bisha i shqiptarisë. Miqtë të dashur, i dua shumë, me zemër, respekt e mirëmëqje. Për shëndetje, miqtë të dashur. Të ndëgjojmë Klan Serbia pas vitit të ri, me 1 janar. Të ndëgjojmë banalistat në Klan Serbia, e lutem. Shkojmë. Shtesa për këto, ajo 700.000 njerëz i ka prek me këto tema. 770.000 vlerësohet sot në një mënyrë ose tjetër. 700.000 njerëz i ka prek me këto tema. Edhe këta 700.000 njerëz nuk janë të e kuptu që janë të ra në grackën e fukarallakut serios. Gone mirë. Edhe ekonomik, edhe zhvillimor, e që besa edhe mendor. Gone mirë. Shtesat për këto, Që besa tha dhe mendor, do më thonë 50% poplit, e qojten jo mirë mendor. Me një fjallë tranum, qmendon. Miqtë të dashur, si ka mundësi gjithë kjo mlef, gjithë kjo rrejtje. A ti kështu më të regu. Ku një njeri, një kryeministër e do më popli, i hep botën 50%, 50% e ma shumë, edhe më që një banalist në Klan Serbia, mi thonë këto fjallë me të vërtet. Por e kanë kotë. E kanë kotë që sot flasë që shtët veç për pjetë Albin Kurti. Dhe jo sa Osmani. Veç për pjetë kanë me shku. Sot përnë Albin Kurti që shtët, përnë për popull, të shpërdojnë pare popullit, se pe popullit për merë, do të minimu popullit, shtrejtimet pa tjetër. Kështu që këtë njerë në nuk mundë me thonë që i keqë. Po s'ka në fajta, a di pse, miqtë të dashur, se ta e mësue me marë për fëmijët vetë. Vetëm për fëmijët vetë, jo për tjertë. Ta e mësue për deputet, për arsim, mjekësi, polici, mi dhonë rrogat e mëdhaja, për popull, ja. Kështu që miqtë të dashur, unë s'kam fjallë. Kush din, letëm shkruan, letëm tregon. Miq, i përshëndes, i dua me zemër e kaloshi mirë. Përshëndetje, miq të dashur. Ta ndëgjojmë kur e thret e marr panduri Lutfi Azirin e Lutykës. Të ndëgjojmë, ju lutemi të diskutojmë bashkë. Ju ka terë vetëvendosja. Qatin qatë qender. Ky është proces politik. Patjetër. Politike nuk A ndëgjut, ju ka terë, tha. Mje po, unë s'kisha thonë kështu, po unë kisha thonë që i ka mujtë, adin pak ma butë. Sepse a meriton, mi thonë kështu, po, sepse kjo është që thojke 17 fshatra me Leposavicin, do të me dhonë Serbisë. E kështu Lutfi Aziri nuk fitohet. Të i dhonë fshatrat Kosovës, mi falë Serbisë. Edhe ke mendu, po shkon zgjidhje po fiton. No. Nuk është toka jote. Ti veç tokën tonë mundesh me afal dikujna. Por jo tokën e Kosovës. Sepse kjo tokë u la me gjak. 99, 98, domethënë kjo mas sërishti, mos thimi numru tjerat. Kështu që kur që ka bo, që du më e bo. Prap mirini, mos angoni, për bes, po prap mirini. Kështu që keni kujdes, se njëri pe gabimi mëson, për jem në regull. Miq, respekt, ju dua. Tash për kryeministin s'ka nevojë zemra, ja po. Kryeministër, zemër, premtime që i ke dhonë, duhesh me majt edhe me ecur para. Respekt, mirëmëqje. Përshëndetje, miq të dashur. Ta ndëgjojmë Abelar Tahirin, kur thojke
A për një vreja, Abelar Tahirin. A i me shërdhus. U falni. Kur thëke, nëse Albin Kurti bëhet kryeministër, une jap dorëheqje. E tash, nëse i ka 2 gishta ftyrë, a do të me unë dorëheqje. A keni arru mi që ajo? Nëse keni arru, do e ngojmë vidion pak. Natë Severi do të zgjedhë kryeministër Albin Kurti, në qeverinë e dytë, unë do ta lëm mandatin e deputetit. E lën mandatin e deputetit. Nëse Albin Kurti bëhet kryeministër, tha unë e la, nuk konkurri për deputetin me unë, ose e le politikën krejt. Kështu që të këqyrim sa ka fjallë kë shërdhusi. Miq, ju përshëndes nga zemra, kështu që na prifte mbara veç për para. Respekt se cilët. Përshëndetje miq të dashur. E kom një kritik për Albin Kurtin. Pse blok ja bone këta, pëtë këse, lytë këse, këse, limja shkoj krejte. Ne, lima, më falë, jo limja, më falni. Ngone, këta gazetartë që në qitën, qëfar thujnë? Ti ndëgjojmë? Jeni të sigurt se edhe po ta votoj ky popull, qeverit nuk do të ketë me Albin Kurtin kur nuk do të bëhet kryeministri. Çfarë? Edhe po e votoj populli thotë do të bëhet kryeministër, nuk e di çfarë logjike po fol. Po rrugna zopi ty në. Ose edhe 100% do të votohet. Edhe 100% thotë le të votohet, që nuk mund më bëj kryeministër. Ku po merr këtë logjik, nuk e di. Hajde të këshirëm një tjetër. Ministrin e Ashëm të Kosovës, zotri Pedri Hamzën. Këtu ka qenë nënër. Sigurisht që kesh para 2 ditë, 3 ditë, mori men. Që ja spjegova të ndrën, po du më bo kryeministër, po kërë qova i argonin këtë komët. Miq, ka që pata, respekt, një dua, jeni matë mirët, e mirëm dhe gjofshëm.